Sistemi qytet i sigurt, që është në fazë testimi para se të fillojë zbatimin më 1 janar ose shkurt, aktualisht nuk jep mundësinë të futet numra targash që do të përjashtoheshin nga gjenerimi i gjobave për shkelje. Çdo mjet që regjistrohet se shkel ligjet dhe rregullat e trafikut do të marrë njoftimin për gjobë përkatëse, por kjo do të ndryshojë në të ardhmen, kur targat e mjeteve me përparësi kalimi, si ambulanca, zjarrfikësit dhe mjetet e policisë, do të futen në sistem dhe për to nuk do të procesohen gjoba. Megjithatë, në sistem do të ketë prova se mjetet me ato targa kanë shkelur rregullat e trafikut. А во иднина согласно позитивните законски прописи, односно одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, возилата со првенство на минување ќе се евидентираат во системот и за истите записите нема да се бришат. Тие ќе се чуваат во лог менеджмент. Por kjo ha pyetjen për mundësitë e abuzimit me këtë opsion, do me thënë punonjësit që kanë qasje në sistem, sipas urdhrit të dikujt ose me vetë iniciativë, mund të fusin targa që nuk janë të mjeteve me përparësi kalimi, do më thënë të politikanëve, personave me ndikim, por edhe të miqve dhe shokve të tyre. Nga Ministria e Punëve të Brendshme premtojnë se do të ketë mekanizëm kontrolli. Тоа се реформите кои во моментот се на сила, кои се работи на нив, меѓутоа сепак министерот за внатрешни работи ќе одлучи кој и во каков вид ќе се врши контрола. Таа контрола секако дека ќе има. Ndryshe, një nga reagimet më të mëdha në rrjetet sociale rreth sistemit qytet i sigurt është mungesa e infrastrukturës rrugore, sidomos e ashtu quajtura vale gjelbër. Kjo nënkupton që semaforët të koordinohen në mënyrë që drita e gjelbër të aktivizohet radhazi, duke krijuar një valë sinjalesh jeshile për mjetet që lëvizin me shpejtësi të rekomanduar, shpesh nga 40 deri 50 km/h në kushte urbane. Kjo zvoglon ngarkesën, kurse në karburant dhe përmirëson qarkullimin në rrugët kryesore. Nga komuna e Shkupit, në të cilën është përgjegjësia për vendosjen e këtij sistemi, për televizionin 21 thonë se Qendra e trafikut pranë rrugëve dhe rrugicave aktualisht po punon në zgjidhje për rivendosjen e të ashtuquajturit Vala Gjelbër në Shkup, i cili do të përfshijë rrugët më të frekuentuara të kryeqytetit. Pritet zgjidhje së shpejti. Në Shkup, opsioni me valën e Gjelbër ekzistonte para 10 vjetësh, por më pas ndaloi së funksionuari.